SPA ka shtyr me 3 muaj afatet e hetimit ndaj ish-zëvendës kryeministres dhe ish-ministres së infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Vendimi është marrë nga prokurorët e çështjes Dritan Prençi dhe Dorina Bejko, të cilët kanë kërkuar kohë shtesë për të përmbyllur procedurat hetimore. Me të njëjtin vendim, afatet e hetimit janë zgjatur edhe për ish-drejtorët e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, Erviz Berberi, ish-kreun e Kesh Eral Delezi, si dhe ish-zyrtarët Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashica. Në nëntor të vitit 2025, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar u komunikoi akuzën për veprën penale, shkelje barazisë në tendera 5 të pandeurve të tjerë të përfshirë në dosje. Ata janë marrë të pandehur në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në procedurën tenderuese për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Tenderi u hap më 11 dhjetor 2020 dhe u mbyll më 12 shkurt 2021. Më 19 prill 2021, Agjencia e Prokurimit Publik njoftoi anulimin e procedurës me argumentin se asnjë prej ofertave nuk ishte në përputhje me dokumentet e tenderit. Në garë morën pjesë 6 operatorë ekonomik, ndërsa oferta më e ulët ishte ajo e shoqërisë Gjoka Construction, me vlerë 14 miliard lek ose rreth 140 milion euro. Pak muaj më vonë, më 22 qershor 2021, tenderi u riap me një fond limit prej afro 190 milion euro pa TVSH. Procedura u mbyll më 28 korrik të pa atij viti. U paraqitën 5 oferta dhe fitues u shpall bashkimi i kompanive turke Intercar dhe ASL me një ofertë prej 170 milion euro plus TVSH. SPAK dyshon se Belinda Balluku dhe Gentian Gjyli kanë kryer veprime që mund të kenë ndikuar në mënyrë të padrejtë në procesin e prokurimit, pasi tenderi u anulua në fazën e parë, kur oferta më ulët ishte 140 milion euro dhe më pas u rihap, duke ju dhënë një bashkimi kompanisë që kishte paraqitur një ofertë me vlerë më të lartë përveç hetimit për tunelin e Llogaras. SPAK po heton edhe procedura të tjera tenderuese që lidhen me ministrinë e drejtuar nga Belinda Balluku. Altin Dumani ka bërë të ditur më herët se në hetim është edhe projekti i aeroportit të Vlorës, ndërsa ka nisur verifikimet paraprake edhe për ndërtimin e autostradës Sulman Kashar.